Jemi kthyer sërish të nderuar shikues në studio dhe tani është koha e bisedës, të cilën sot e zhvillojmë me kryetarin e Obiliqit, zotin Xhafer Gashi. Me zotin Gashi do të flasim për projekt ligjin për Obiliqin, i cili pritet të jetë nesër në rand të ditës në seancën e Kuvendit, por edhe për qeverisin e tij për këto 3 vite në krye të kësaj komune. Mirë se vini zoti Gashi. Mirë se vjeta, faleminderit për ftesën. Për nesër është paraparë që të shqyrtohet projekt ligji për Obiliqin. Cilat janë pritjet tuaja? Po një nga pikat është edhe projekt ligji për Obiliqin, që pritet që nesër të marrë drejtime dhe të shndrohet në ligj. Është një projekt ligj që është filluar në vitin 2013 nga Lëvizja për Bashkim. Janë mbledhur gjithsej rreth 7.000 nënshkrime nga qytetarë dhe janë marrë dikun rreth 14 debate. Me pastaj në legjislaturën e kaluar ka qenë në Kuvend, po fatkeqësisht para leximit të dytë u shpartallua dhe Kuvendi i Kosovës dhe pastaj është inicu prap në këtë legislaturë, duke falendëruar gjithë deputetët që janë duke dhënë kontributin e vet. A keni përkrahje edhe të partive në pushtet apo vetëm të AOK-s dhe partive tjera opozitare? Fati mirë është për neve sepse edhe vetë kryetari i Kuvendit, me siguri keni pa dhe ju, ka qenë dhe ka vizituar komunën e Obiliqit, zoti Kadri Veseli, pastaj kemi biseduar edhe me kryeministrin, me pastaj me këtë shefat e grupeve parlamentare. Pra priset të kaloj me lehtësi në seancën e Kuvendit. Unë besoj që nesër do të kaloj pas një probleme dhe do të ketë konsenzus mjaftueshëm për kalimin e këtij ligji. Cilat janë përfitimet e qytetarëve të Obiliqit nga miratimi i këtij ligji? Realisht qytetarëve nuk bëhet ndaj nder, kjo është dashur të jetë edhe më herët. Po fatmirësisht që të paktën sistemi dhe fjalë popullore më mirë dikur se kur, unë mendoj që përfitimet realisht sa përket çështjes së ligjit janë duke filluar pe punësimit në kushte të barabarta që të përfitojnë qytetarët e asaj zone, me pastaj është çështja e rentës 20% nga eksploatimi i thëngjillit do të kthehet komunës tonë. Është çështja e energjisë elektrike që do të jetë me një kosto më të ulët, do të ketë rrymë 24 orë për qytetarët, se me të vërtetë komuna jonë, se di sa e dini, po është dikon rreth 72% e territorit e cila shfrytëzohet për prodhimin e energjisë elektrike. Dhe nuk ka rrymë të mjaftueshme. Dhe pothuajse më shumë të është redukuar ajo zonë e cila e përfshin si zonë e interesit nacional, ku janë mihjet dhe për rreth termocentrale, shpesh ka ndërprerje të energjisë elektrike. Me pastaj është çështja e shëndetësisë, do të kemë përfitime edhe në këtë rast. Operatori ekonomik do të merr obligime më shumë sa përket çështjes së mbrojtjes së ambientit, krijimit të murit të mbrojtës për zhurma dhe për ndojtje të ambientit mur të gjelbër, dhe kështu me radhë. Po, me një fjalë po thoni që përfitimet do të jenë të mëdha nga miratimi i këtij ligji. Faktikisht konsiderohet që nga tantiema apo renta, siç po e quajmë tani, do të përfitojnë komuna jo 20%. Mirë, po prap komuna do të ofrojë një buxhet edhe më të tje për institucionet në nivel qendror, sepse 80% nga eksploatimi i thëngjillit i paguhet prap agjencionit për minera dhe minerale. Po, flasim pak për komunën e Obiliqit, tashmë janë bërë realisht 3 vite për kur keni marrë drejtimin e kësaj komune. Sa keni arritur të përmbushni pritjet e qytetarëve? Fatmirësisht komuna e Obiliqit tani është në një rrugtim jashtëzakonisht mirë. Projektet të cilat janë premtuar gjatë fushatës, pothuajse të gjitha janë të realizuara përmes buxhetit të Kosovës, nga ministritë të ndryshme dhe nga organizatat qeveritare, përveç buxhetit që ne kemi arritur me shpenzu. Obiliqi tash e ka një palestër sportive që ka qenë një projekt i kahmëtshëm, i filluar nga qeveritë e mëhershme lokale dhe ka qenë i papërmbyllur. Me pastaj është çështja e ujit Brezhnic-Kozaric, projekt që është realizuar për furnizimin e asaj zone me ujë. Është një hapësirë për të moshuarit qendra rekreative që kemi përfituar nga institucionet, nga IOM-i. Me pastaj është një urë ka qenë jetike për qytetarët e komunës tonë që lidh Artakollin me Rrafshin, ura në Plemetin dhe Hamidi, pastaj është shtëpia e kulturës, donacion që kemi përfituar nga Ministria e Kulturës, është në vlerë dikon 810.000 euro.
dhe kanë fillu punimet në komunën e re, dhe ky ka qenë një projekt i kahmotshëm, që është nis nga Bashkimi Evropian, tash prap kanë rifillu punimet. Është një projekt që është realizu së fundmi me Ministrinë e Pushtetit Lokal, me bashkëfinancim. Po nëmëroni një serë projekte të cilat kanë arritur të realizane. A janë të kënaqur qytetarët e kësaj komune me qeverisjen tuaj? Unë besoj që në komunën tonë duhet të bërë ende shumë, ka për të bërë, sepse unë thashë edhe më herët, është një komunë që është e prekne jashtëzakonisht për elementeve të ndotjes, dhe në këtë rast unë konsideroj që projektet të cilat po realizohen në qeverisjen tonë aktuale kanë me qenë edhe zbëtës në aspektin e mbrojtjes ambientit, pastaj të infrastrukturës, ndryqim më shumë, trotuare dhe kështë më radhë. A keni plan të kandidani sërish për kryetar të Obiliqit? Kjo do të varet prej qytetarëve. Unë jam i gatshëm nëse ata kërkojnë, unë do t'jem prap një nga kandidatët, sepse për ndryshën e shoh si një sakrificë, nuk e shoh të jesh privilegj të qenit kryetar, të qeverisës në një komunë çfarë ne jemi, apo edhe në çdo komunë pothuajse. Faktikisht AK për herë të parë mori drejtimin e kësaj komune pas luftës. Po. Për 13 vite rresht ka qeverisë LDK-ja, tani keni arritur ta thyeni atë bastionin. Po ka qenë një grup i përbashkët i shumë qytetarëve që kanë menduar ndryshe dhe kanë menduar për ndryshimin, dhe unë shpresoj që ne bashkërisht pa realizojmë atë kërkesë të qytetarëve. Po, është përfolur se është folë shumë mundësia që vitin e ardhshëm të organizohen dy palë zgjedhjet njëkohësisht. Pra që pranverë ose më së largu në verë të organizohen e pako zgjedhjet në nivel lokal dhe qendror. Sa është opsioni i pranueshëm për juve? Se për këtë kësaj çështje unë nuk di që ka diçka definitive, po të them sinqerisht ne kryesisht jemi të fokusuar në realizimin e kërkesave të qytetarëve që kanë të përditshme në komunën tonë, kurse në politikat e nivelit qendror unë besoj që ata do të llogarisin mirë. Nëse shtrohet si kërkesë ose si propozim zyrtar, cili është qëndrimi juaj? Po, ne do ta pranojmë gjithsesi se jemi institucion. Pavarësisht në rrethonat të cilat do të përgatiten zgjedhjet, ne do t'i përmbajmë. Pra nuk është e refuzoni këtë opsion, pasi ka pasur zëra kundërshtues të disa zyrtarëve të partive opozitare, të cilët duan që të shkohet fillimisht në zgjedhje të parakohshme në nivel qendror. Sa i përket kësaj, unë nuk kam ndaj mendim, sepse ne kemi të ndome qeverisja në nivelit qendror dhe qeverisja në nivelit lokal. Dhe ne fokusohemi kryesisht në realizimin e projekteve tona. Ju jeni anëtar i kryesisë së AK-s, atëherë si po ecën puna dhe gjatë gjithë kësaj kohe, aleanca po thuhet që po rritet nga zoti Haradinaj, ka pasur disa statuse ku thotë që aleanca po rritet, ka vazhdimisht prurje të reja, si qëndron situata në AK? Po, kjo është e vërtetë, unë besoj që kanë filluar, edhe ka prurje në për gjitha nivelet, edhe të nivelet qendror dhe në për nivelet lokale ka prurje të reja. Po, dhe jeni të gatshëm për të shkuar në zgjedhjet parakohshme? Kurdo që kërkohet. Është akuzuar dje lideri AK-s nga mediat serbe, cili është komenti juaj, për disa punë realisht? Sinqerisht nuk ka ndaj koment, po unë besoj që ju mund të merrni ndaj prononcim me vetë atij. Po e ka dhënë edhe vetë zoti Haradinaj nëpërmjet një postimi në Facebook ku e dënon ashpër dhe distancohet realisht nga këto akuza. Po ne besojmë dhe ju e dini shumë mirë që... A mund të ketë gisht politika vendore në këto? Jo, në besoj që Serbia ka një strategji të vazhdueshme të cilën ka me përdor karshi Kosovës, duke fillu nga mosnjohja, pastaj çështja e normalizimit të situatës në Kosovë, dhe ata në vazhdimsi kanë më mundu që liderët apo qytetarët e këtij vendi t'i njollosin me etiketa të ndryshme. Më herët kisha një bisedë me kryetarin e parë të AK zotin Gjini, i cili tha se sa afrohen zgjedhjet e parakohshme, gjithmonë ka këso lloj, siç e quajti ai, kuzhina në drejtim të zotit Haradinaj. Nuk kam ndonjë koment. Ndërsa si duhet procedohet me çështjen e demarkacionit, AK dihet që është më zëshme në këtë drejtim kundërshtim të versionit aktual, nëse mund ta jepni një koment. Po kjo veç fushijet, se për këtë çështje së demarkacionit ka ngel, nuk është vetëm AK-ja që po e kundërshton, po janë edhe shumë deputet të partive të cilët janë në pozitë aktual, dhe unë besoj që kjo nuk do të kalon për arsye sepse po konsiderohet që më mirë është të rifillohet edhe në herë për villimi. Do t'i koshe, ne e falenderojmë shumë për kohën që ndonë shumë. Ne e falenderojmë shumë.
Po shpresojmë që nesër në seancë do të miratohet projekt ligji për robiliqen, i cili është i rëndësishëm e veçantë për qytetarët e komunës Unë e suaj. besoj shumë dhe do t'i kisha lutur të gjithë deputetët që në këtë rast ta përkrojnë ligjin për robiliqen, sepse është një ligj i cili duhet gjithsesi të miratohet për robiliqen për shkak të hapësirës të cilën e shfrytëzon vetë termocentrale dhe mijet sipërfaqësore për prodhimin e energjisë elektrike. Dhe në momentin kur jo është marrë kjo hapësirë 72%, të paktën qytetarët keni mundësi ma shumë për zhvillim, dhe unë shpresoj dhe besoj që nesër do t'jetë numri më i madh deputetëve që do ta votojnë. Faleminderit. Faleminderit. Shikues të nderuar, kjo ishte gjitha që kishim përgatitur për emisionin e sotëm të Fakt Plus. Mirupafshim nesër.